Të dashur të rinj, të Elbasanit, Gjibrazit, Krenjasit, Cerrikut, Gamshit, Belshit dhe Peshinit. Mirë se keni ardhur në këtë aktivitet kaq të bukur në këtë ditë vere, mbushur me votues për herë të parë. Në fakt, votimi për herë të parë është një nga ato momente historike që mbahet mend tërë jetën. Dhe ju jeni përpara këtij momente. Dhe unë mendoj që arsyeja pse jeni këtu është sepse ju e keni ndarë mendjen. Dhe e keni ndarë mendjen që doni të vendosni vetë për të ardhmen tuaj. Unë jam këtu s'pari si ministra për trinjt dhe s'dyti si një vajzë që kam vendosur angazhimin tim politik ta marrë në qarkun e Elbasanit. Por, nuk kam ardhur këtu për t'ju thënë çfarë duhet mendoni apo se si duhet silleni. Unë mendoj që këtë gjën ju tashmë e dini. Por, kam vetëm një kërkesë. Bëhuni të fortë, kurajoz dhe vendosni ju vetë për atë që doni dhe për Shqipërinë që ju doni. Kjo është detyra juaj. Kjo është arsyeja pse jemi sot këtu. Në këto 4 vite, qeveria shqiptare ka treguar që di më së miri se si t'i dëgjojë të rinjt edhe se si të bëjnë jo vetëm me fjalë, po të bëjnë me vepra, realitet, kërkesat dhe objektivat që ju keni. Në këto 4 vite, 10.000 të rinj kanë filluar programet e arteve dhe zejeve. 12.000 të rinj janë pjesë e ekipeve sportive dhe përfitojnë nga 200 palestra falas që janë ndërtuar gjatë këtyre viteve. 500 të rinj janë bërë pjesë e këshillave vendore rinore dhe këshillit kombëtar rinor anë mban vendit duke u angazhuar drejt për drejt në vendimarrje. 5.000 të rinj kanë përfituar nga praktikat pranë institucioneve të administratës publike. 43.600 të rinj kanë përfituar nga programet tona për të rritur aftësitë dhe dijet tuaja. 50.000 student janë mbështetur drejt për drejt nga programet që ne kemi për ta. E fundit për jo nga rëndësia, 250.000 të rinj anë mban vendit përfitojnë nga hapësirat rinore që ne kemi vënë dispozicion për ta, që mos e shpenzojnë kohën kafeneve, por ta shpenzojnë kohën në një vend ku mund të zhvillojnë më tej dijet e tyre dhe mund të bëhen mbi të gjitha qytetarë të mirë. Gjitha këto duken si numra, por në fakt nuk janë thjesht numra. Këto janë fytyra, këto janë ëndra, këto janë realitete që janë krijuar gjatë kësaj periudhe. Sepse në fakt një qeveri që do dhe di mund të bëj çdo program realitet. Dhe pikërisht këtë, Partia Socialiste e ka treguar me vepra. E ka treguar me vepra që diti dëgjoj të rinj shqiptar dhe diti zbatoj politikat që ata kanë më shumë nevojë. Qoftë në punësim, qoftë startupe, qoftë mbështetje studentore, art, kulturë, çdo fushë të mundshme. Dhe pikërisht për këtë, unë jam e bindur që ju jeni këtu dhe pikërisht për këtë, ju e keni ndarë mendjen për vendimin që do të merrni me 11 maj. Dhe e dyta që duhet ndaj me ju, unë jam në fakt krenare dhe privilegjuar që angazhimi im në partinë politike, në partinë socialiste, ka filluar dhe në politik në fakt, ka filluar pikërisht nga platforma Deputeti që duam. Një platformë që i hapi dyert të rinjve që kishin ide dhe mbi gjitha kishin guximin që t'i bënin këto ide realitet. Dhe kjo platformë jo vetëm që hapi dyert për një tërë si unë, por i hap dyert për të rinj si ju, për gjithë ata që kanë dëshirë që të angazhohen. Sepse ndonse Partia Socialiste është partia më e vjetër në vend, është në fakt dhe partia më e re në vend, sepse ka gjithmonë vend për të rinovuar
dhe për të rigjeneruar. Dhe kjo është arsyeja pse ne jemi gjithmonë kaq pranë të rinjve. Dhe sot jo vetëm unë në fakt, por edhe 3 nga 3 që do keni mundësinë të dëgjoni, janë pikërisht disa nga përfituesit e platformës Deputeti që duam. Dhe janë ata të rinj që kanë pasur guximin, kurajon dhe dëshirën që të angazhohen edhe të japin kontributin e tyre, sepse kjo platformë është gjithmonë e hapur. Edhe thjesht për të rikujtuar, këtë vit me këtë platformë 35 kandidat nga listat tona për deputet, nga listat e Partisë Socialiste për deputet, vim pikërisht nga platforma Deputeti që duam. E thënë shkoqur, 1 nga 5 kandidaturat e Partisë Socialiste janë pikërisht nga të rinjt, ata që shprehen dëshirën dhe angazhimin për të bërë pjesë e kësaj partie. Prandaj, ky është momenti që mos prisni. Ky është momenti që të veproni. Ky është momenti që me 11 maj ju të ndani mendjen dhe të thoni se për kë doni të votoni. Dhe unë jam e bindur. Dhe unë jam e bindur me plot gojen që këtë herë, si asnjëherë më parë, të rinjt shqiptar do të votojnë një zëri. Do të votojnë me forcën e tyre për treguar që ata e dinë se ku duan që Shqipëria të jenë. Ata duan një Shqipëri evropiane, ata duan një Shqipëri më të mirë. Dhe mbi të gjitha, e dinë që një Shqipëri më e mirë, një Shqipëri evropiane, një Shqipëri me më shumë mundësi për të rinjt, mund të bëhet vetëm në një mënyrë, duke votuar numrin 5, duke votuar Partinë Socialiste, duke ja dhënë votën Edi Ramës, kryeministrit të Shqipërisë. Shumë faleminderit për entuziazmin tuaj, do doja t'ja kaloja fjalën një tjetër shoku. Faleminderit Bora. Përshëndetje rinia europiane. Jam shumë i lumtur të shoh kaq shumë të ri këtu në Belçin e transformuar, që është shembulli më i mirë i punëve të mira që Partia Socialiste dhe Edi Rama kanë bërë jo vetëm këtu, po në të gjithë qarkun e Elbasanit. Por besoj fort që ju jeni kartolina më e bukur e Partisë Socialiste. Ju jeni forca shtytëse e Partisë Socialiste. Dikur, unë isha një si ju. Një 17 vjeçar, një djalë i ri nga Elbasani, që nisi rrugtimin e tij në fresh, plot me ëndra të mëdha dhe besimin se sukseset nuk dhurohen. Ato fitohen me punë dhe me përkushtim. Sot jam dëshmi e gjallë se Partia Socialiste i jep mundësit barabarta të rinjve për të kaluar nga angazhimi në përgjithësi. Sot jam listën e mbyllur për deputet, fal vizionit dhe modelit që Edi Rama ka ndërtuar. Një model që rienergjizon Partinë Socialiste nëpërmjet të rinjve. Kam pasur fatin në këto ditë të takoj shumë qytetarë. Nga Zemra e Elbasanit në rajonin 1 e deri te rajoni 3. Nga Bradasheshi deri në Labinot Mal. Me styre mira të rinj si ju, plot me ëndra dhe besim për të ardhmen. Dhe ju kam thënë vetëm një fjali. Ju jeni përfituesit kryesor të antarësimit Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Forca juaj, Shqipëri Evropiane do të thotë mundësit barabarta, arsimimi dhe punësimi për gjithë ju. Ndaj ky është momenti juaj për mos qëndruar spektator, po për të bërë pjesë e vizionit Edi Ramës dhe Partisë Socialiste duke votuar numrin 5, sepse vetëm me Edin dhe Partinë Socialiste ne do të shkojmë Bashkimin Evropian. Forca të gjithëve edhe fitore, forca! Dua t'ja jap fjalën Arlindit, një bashkëpunëtar tjetër në fresh dhe sot në listën e deputetëve. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, nderuar kryeministër, shok dhe shoqe të skuadrës tonë fituese, dua të ndaj me ju që besoj që sot është një ditë shumë e bukur për të qenë i ri. Unë besoj që sot është një ditë shumë e bukur për brezin tonë, për të reja dhe të rinj si unë, që më në fund do kenë mundësinë të udhëtojnë dhe lëvizin në Europë, pa kontrole, pa probleme, por me pasaportën europiane në xhep. Unë kam pasur mundësinë që të punoj, të jetoj dhe të studioj në Europë, dhe nuk është e largë dita dhe mbaj mend si sot kontrolli që duhet bëja në ambasada, apo procedurat e gjata që duhet kisha për të aplikuar për dokumente, apo radhët që prisin në dogana apo në sportele, gjithashtu edhe kostot ekstra që unë si student jo europian duhet paguar në universitetin ku studioja atje. Dhe dua të them që kjo ka qenë një ëndër dhe një vizion i të parëve tanë, dhe rilindësit tanë shkruanin, që për shqiptarë dhe për Shqipërinë dielli lind ande nga perëndon. Dhe unë besoj fort që kjo ëndër tashmë, që pra ta ishte vetëm një vegim, për ne është e mundur dhe është e realizueshme në udhëheqjen e kryeministit Rama dhe Partisë Socialiste.
fal Partisë Socialiste, ne sot besojmë dhe kemi ëndër që të plotësojmë amanetin atyre që na e kanë lënë ndër shekuj. Unë dua ndaj me ju që shembulli kuptim plot i Europës është pikërisht këtu në Belç. Ju të gjithë e dini si ka qenë Belçi dhe si është Belçi sot. Apo Gramshi, apo Cerriku, Peshini, Librazhdi, Prenjasi, apo edhe Elbasani. Dhe ky transformim që ka pësuar i gjithë qarku jonë është forma kuptim plot e angazhimit Partisë Socialiste në rrugtimin tonë evropian. Unë dua të them që ky qark nuk do të jetë vetëm promotori i zhvillimit në vendin tonë, por do të jetë edhe udhërfyes i tij. Me metalurgjikun që do ndërtohet, me kalan, me automotoparkun e ri, me autostrada moderne, me shkolla, me spitale, me qendra shëndetësore moderne, ne do ndërtojmë Europën të cilën e kemi kërkuar kaq kohë dhe tashmë e kemi në vendin tonë. Unë dua të ndaj me ju që ne si të ri kemi ambicjet tona dhe ambicet për të pasur një Shqipëri me prosperitet, për të pasur një Shqipëri progresiste dhe një Shqipëri europiane, është përtej bindjeve politike. Unë jam shumë i bindur që tek numri 5 këtë herë do të bashkohen edhe demokratët, tek numri 5 këtë herë do të bashkohen edhe ata që nuk kanë votuar asnjëherë, tek numri 5 do të bashkoheni edhe ju, votuesit për herë të parë. Sepse tashmë përballë jemi përballë dy realiteteve. Në njërin anë kemi Shqipërinë europiane dhe në anën tjetër kemi të shkuarën dhe kohën e mungesës së shpresës. Prandaj ju ftoj të gjithëve që të zgjedhim numrin 5, të zgjedhim kryeministrin Edi Rama, të zgjedhim Partinë Socialiste dhe të zgjedhim Shqipërinë Europiane. Faleminderit. Tani doja të ftoja në skenë, kemi Musajin, një mikun tim i cili është po ashtu pjesë e platformës deputetit që dua, dhe është kënaqësi që është pjesë e imja me këto rrugtim. Përshëndetje shok dhe shoqe të Belshit, por që gjithë qarkut e Elbasanit. Sot këtu përpara jush nuk kam ardhur të flas si një politikan, por një djalë i ri nga një fshat i Elbasanit, 27 vjeç, që jam rritur që në vegjëli me ëndrrën europiane dhe me idenë për të aksesuar një ditë Bashkinë Europian, por sot po vi si pjesë e skuadrës fituese që këtë ëndër bashkarisht do ta bëjmë realitet. Me dorë në zemër, faleminderit Partisë Socialiste dhe kryeministit Edi Rama, jo vetëm për vizionin e tij, por sepse ka treguar që në politikën shqiptare ka vend edhe për ne të rit, si unë, Arlindi apo si Sara. E nuk i kam hyrë këtij rrugtimi ose kësaj rruge për një vend personal në parlament, por për të çuar zërin e gjeneratës tonë aty ku e ka vendin, fiks në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. E ne jemi një gjenerat që fiksi prindrit tanë, punojmë këtu, jetojmë këtu, studiojmë këtu, ndërtojmë gjithçka këtu, në vendin tonë të bukur, në Belshin tonë, në Elbasanin tonë, në Shqipërinë tonë të bukur. Shok, Bashkimi Evropian sot nuk është me një slogan. Është një rrugë që Partia Socialiste ka zgjedhur me shumë këngulje, me reforma të thella dhe besomni, me shumë durim do ta çojmë përpara deri në fund. Ndaj sot këtu nga Belshi, si kandidati më i ri i listës fituese të Partisë Socialiste për qarkun e Elbasanit, kërkojmë mbështetjen tuaj që të jemi ne guri themelit për fitoren historike të Partisë Socialiste për gjithë qarkun e Elbasanit, sepse vetëm me Edin dhe me Partinë Socialiste ne do të ndarësojmë Shqipërinë Bashkinë Evropian. E tani kam kënaqësinë të ftoj shoqen time Sara për fjalën e saj të rastit. Përshëndetje të gjithëve. Kam kënaqësinë sot të lexoj një mesazh që ka ardhur në telefonin tim në muajin tetor të vitit kaluar. O Sara, se dukesh dhe gocë për smbari. Si ka mundësi që gënjesh nga këto pseudo portalet? Vërtet mendon që do bësh deputete nga kjo? Mos u bëj naive. Ervin, të përshëndes nga Belshi. Për gjithë tjerët, unë jam Sara Mila. Jam kandidate për deputete fal platformës së deputetit që duam, e vetmja port e vërtet për të rinjt në politik, e cila ka bërë që të rinjt mos jenë vetëm duke duar trokitur, por në fakt të jenë duar që ndërtojnë. Dhe duar që ndërtojnë sot ama, jo nesër, jo kur na japin një dritë jeshile, jo kur të zëm një vend që me zipo na i lirojnë, por sot. Ky besim që më afroi mua tek Partia Socialiste, një tërës si unë, e ku
kam përshtypjen që i fton të gjithë ju që të guxoni edhe të përfshiheni në politik, u hapën këto krah nga Partia Socialiste dhe Edi Rama, është në fakt garancia më e vërtet se në të gjithë rrugtimin për Bashkimin Evropian, të rinj do të jenë ata që do ta udhëheqin procesin dhe do ta çojnë deri në fund, duke mbajtur mend vetëm diçka. Ëndrat bëhen realitet vetëm nga ata që nuk kanë frikë të ëndërrojnë ashtu si ju, ashtu si unë. Me të rinj të guximit, me të rinj të pasionit dhe punës, për një Elbasan që ecën në ritmin ton. Shqipëria në Bashkimin Evropian, vetëm me të rinj si ne, vetëm me Partinë Socialiste që është e të rinjve dhe vetëm me atë që më shumë të i mbështet të rinjt Edi Rama. Ndërsa tani kam kënaqësinë të ftoj këtu mes nesh atë që në fakt besoj që në listën fituese të Partisë Socialiste për Elbasanin të kishte kaq shumë të rinj. Kapitenin e skuadrës ton, drejtuesin politik, Arbian Mazdiku. Rinia, ta dëgjoj dhe herë. Hop. Tani, kur kam qenë i ri si puna juaj, një ndër gjërat që më ngrente nervat shumë, ishte kur dëgjoja politikan që bënin fjalime për rinin dhe i thoshin ju rinia, ju jeni e ardhmja. Sepse teksa duke si mesazh i mirë, mu më vrikose sepse më duke sikur i thoshin me ju do merremi pastaj, se keni kohë. Se ju jeni ardhmja, s'po merrem me ju tani, do merremi pastaj. Dhe unë besoj që forca më e madhe e vizionit e Edi Ramës dhe të Partisë Socialiste është që i ka thënë të rinjve, ju nuk jeni ardhmja, ju jeni e tashmja. Me ju nuk do merremi pastaj, nuk do merremi nesër, do merremi sot. Ju do ta keni zërin tuaj sot, do keni mundësitë tuaja për zhvillim sot, do keni mundësitë tuaj për të arsimuar sot, do keni mundësitë që zëri juaj të dëgjohet në mënyrë të barabartë në vendimarrje politike sot, në të gjitha nivelet, edhe nivelin e parlamentit, dhe nivelin e Këshillit Bashkiak, dhe nivelin e kryetarëve të bashkive. Kam këtu kryetarin e bashkisë Sandin, që është kryetari më i ri i bashkive në të gjithë Shqipërinë, dhe është gati mosha juaj. Në listën e Elbasanit kemi 4-5 të rinj që janë njerëz që vinë nga platformat e politike që duam, ose që janë të rinj që vinë nga freshi, njerëz që kanë bërë një udhtim politik dhe që sot kanë mundësinë të përfaqësojnë qarkun e Elbasanit, do ta përfaqësojnë në parlament, jo vetëm qarkun, por politikat për të rinjt. Gjithashtu, është shumë e rëndësishme dhe jo shumë e zakontë që Shqipëria ka një ministri të posaçme për çështjet e rinisë. Dhe Bora ka bërë një punë të jashtëzakonshme gjatë gjithë këtyre viteve, duke thënë në mënyrë specifike sa herë bëjnë qeveri diskutim për shëndetësinë, thoshin ku është rinia kjo çështje. Sa herë bëjnë një diskutim për financat, ku është rinia kjo çështje. Sa herë bëjnë diskutim për teknologjinë, ku është rinia kjo çështje. Duke u siguruar që në secilin prej çështjeve që qeveria prek, të kishte një vëmendje të posaçme për rinin. Tani, Shqipëria sot është një udhkryq. Një ndër udhkryqet më të rëndësishme që ka qenë ndoshta në 100 vjet. Vendimi që do të marrim në 11 maj nuk është një vendim thjesht për qeverinë e radhës. Është një vendim për rrugën që Shqipëria do të marrë në 100 vitet që vijnë. Është një vendim për kahun e zhvillimit që do të shkojë Shqipëria. Dhe fuqinë për ta marrë këtë vendim e keni ju. E ka çdo i ri dhe çdo shqiptar. Pasi ne do të marrim një vendim nëse Shqipëria do të ecë drejt Evropës, drejt zhvillimit, drejt progresit, apo do të kthehet drejt kënetës, lucit dhe ngecjes në vend. Por unë besoj që nëse ka një grup i cili është i kthjellët për drejtimin e Shqipërisë, janë të rinjtë e Shqipërisë, sepse rinia e Shqipërisë, rinia e Elbasanit e ka ndarë mendjen. Ne do ecim drejt Evropës, drejt zhvillimit, drejt progresit, drejt pasaportës europiane, drejt integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, në mënyrë që çdo i ri shqiptar më në fund të jetë qytetar i barabartë me çdo grek, çdo italian, çdo francez, të ketë njëjtat drejta, të ketë njëjtat mundësi arsimimit, të ketë njëjtat të drejtat të mbrojtura në Evropë, të ketë të njëjtat mundësi që të angazhohet në çdo hapësirë të mundshme europiane si qytetar i barabartë. Kjo është ëndra që shqiptarët kanë pasur me shekuj dhe kjo është ëndra që sot mund të realizohet vetëm me Edin dhe Partinë Socialiste. Ndaj thirrja e fundit që kam për ju, përveç secilit për jush, gjatë këtyre 16 ditëve që kanë ngelur, ju lutem, trokasim çdo derë, takojmë çdo njeri, takojmë çdo fqinj, çdo të afërt. Është shumë e rëndësishme që në këto zgjedhje t'japim një mesazh të qartë
që jo vetëm Belshi, jo vetëm Elbasani, po e gjithë Shqipëria e ka ndarë mendjen që ne duhet të ecim drejt Evropës dhe duhet të ecim drejt progresit, drejt zhvillimit. Faleminderit. Dhe tani dua të tras personin i cili në mënyrë sistematike prej më shumë se 20 vjetësh gjithmonë ka mbështetur rinin, gjithmonë i ka dhënë hapësira rinis dhe ka qenë avokati më i madh që të rit kënë zërin e tyre. Udhëheqësin ton Edi Rama. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Tani duke qenë se faleminderit. Duke qenë se fjalimet mbaruan, unë them të ulemi edhe të ndajmë disa gjëra që ndahen më mirë kështu rreth sofrës. Kur po vinim me Arifin këtu, mua mu kujtua mitingu i parë që kemi bërë në Belsh. Edhe më kujtohet Arifi që dolim priti nuk e di sa larg nga këtu në Pajov. Dolim priti atje edhe dalur nga makina se ishin dalë në rrugë ta. Arifi ishte siklet. Tha kryetar, tha tashi me siklete kemi dhe se rruga nuk është e mirë. Edhe nga ajo pika atje, erdhëm dhe kemi bërë një miting në një aty, të një si rruga kryesore, po themi, quhet ajo? Po, nuk e marrni men ju, me men unë. Do me thënë, ishte një udhtim në të kaluarën. Ai që më ndodhi mua, dhe ishte një udhtim në të kaluarën që më ndodhte në 90% të rasteve. Dje isha në Berat. Kur kam shkuar në Berat, s'kishte rrugë. Ju se besoni, dhe mirë bëni që se besoni, po dhe nuk flas për 100 vjet përpara, se s'jam akoma 100 vjeç. Flas për 10 vjet përpara. S'kishte rrugë për Berat. Shkoje në Lushnjë aty mbaronte. Pastaj duhet të kërceje Napoleonin në makinë pa muzikë, me zhurmën e ferrotave edhe të balestrave, se unë si di mirë këto se s'di t'jap makinës, po. Dhe këtu, ku jemi ne, kishte vetëm ferra, mbeturina, dhe harroja se mund t'imagjinoj që të më kuptonin, apo të më besonin, apo të më merrin mua seriozisht, kur unë i thosha atëherë në fillim, ky vend është i krijuar për qenë destinacion turistik. Këtu do vinë turistët. Shifshin, thoshin, hajtë më jemi mësu, po këtë e kemi tonin, s'kemi qa bëjmë, po do na rrej dhe kjo si që rejnë gjithë, kjo është politika. Dhe ja ku jemi sot këtu, Belshi është destinacion turistik. Dhe gjithë kjo bukuri, gjithë kjo pastërti, gjithë kjo atmosferë pozitive, kur njeri ju shikon rreth e rrotull, që atëherë ishte komplet e kundërta. Mund të ndriste dielli, por vriste shëmtia, vriste braktisja, vriste vetmia, izolimi i këtij vendi të bekuar.
Dhe kjo atmosferë pozitive është përtej asaj që shohim. Kjo atmosferë pozitive është shtrirë në komunitet ku janë hapur dyert dhe hapen për ditë dyert për të pritur vizitor, për të pritur turist, vetë punsohen njerëz, rritet ekonomia familjare, rritet rreth rrotull prodhimi në funksion dhe të kësaj këtu. Zgjerohet agroturizmi dhe në ndërkohë shumë gjëra të tjera kanë ndryshuar. Mirë po, ajo që ne duhet ka përcejmë, ose më sakt, ju në radhë parë duhet të përpiqeni të ka përcejni, dhe nuk është e lehtë. Është hendeku i madh midis jush aty ku jeni dhe Shqipërisë reale në tërësi. Sepse midis jush dhe Shqipërisë reale në tërësi është vendosur një mur i madh me zgaravina. Zgaravinat e ekraneve, zgaravinat e portaleve, zgaravinat e rrjeteve sociale ku duhet vërtet të kesh shumë durim për të arritur të gjesh gjërat që lidhen me jetën reale. Sot, për shembull, një pjesë e popullsisë, e cila ushqehet me ato zgaravinat ati murit, mendon që në Shqipëri nuk ka ujë akoma. Që uji i pishëm në Shqipëri është përsëri një sfidë e madhe e gjithanshme e kudo ndodhur dhe kaq e vërtetë është kjo sa që po të shikoni edhe kur komentojnë janë komplet jashtë Shqipërisë reale. Apo kur komentojnë për spitalet, janë komentet njerëzve që lavdi Zotit nuk kanë vajtur më në për spitale, po kanë kujtimet e rënda ose kanë tregimet. Apo shkollat e kështu me radhë. Ndërkohë që këtu ku jemi ne sot për shembull, jo tani, po prej disa vitesh ka 24 orë ujë të pishëm. Dhe jo vetëm këtu, jo vetëm në qendër të qytetit. Pra në qendër të bashkisë, po themi, në këtë qytetën e vogël këtu, po në 18 fshatra rreth rrotull uji është 24 orë dhe ka dhe një fazë të fundit për të përmbyllur dhe pjesën e mbetur. Aty një gjitur është kryetari i Bashkisë së Rrikut. 90% e Bashkisë së Rrikut, mos e diskuto qendrën, po 90% e Bashkisë së Rrikut, me një fshatrat, kanë 24 orë ujë të pishëm. Tani, pse e them këtë? Pse e them këtë? Sepse kjo është një sfidë e tejkaluar në masën më të madhe dhe natyrisht kjo është një sfidë që vazhdon në një pjesë tjetër dhe kjo është arsyeja pse ne duam që të vazhdojmë punën. Ju dëgjoni disa që thonë si më mund të vazhdohet flitet për rrugë në Shqipëri sot. Se thonë dhe shtojnë dhe dritat, po ato dritat nuk e di fare pse i shtojnë pastaj, po kjo është temë tjetër, sepse janë akoma në të shkuarën dhe sepse nuk ka të verbër më të verbër se sa i verbri që i ka syt dhe nuk do të shikoj. Nuk ka. Nuk ka shurdh më të shurdhët se sa ai që i ka veshët dhe s'do të dëgjoj. Nuk ka. Dhe nuk ka më keq se sa njeriu që për shkak të tifozllëkut politik humbet komplet sensin e realitetit dhe të arsyes dhe nuk arrin dot të ndajë që kjo është dritë dhe kjo është hija. Këtu ka dritë dhe këtu akoma s'ka hyrë drita. Nuk ka më keq se kaq. Por sot unë kisha me shumë dëshirë që takohesha me ju jeni pararoja e votuesve të parë, jeni njerëz të angazhuar me Partinë Socialiste, jeni ata që
jeni ata që punoni çdo ditë për të përçuar mesazhin ton dhe për të arritur në 11 maj që të realizojmë një fitore jo për mua as për deputetët apo për qeverinë, por një fitore të rëndësishme për të përmbushur një mision historik që nuk është i yni, po pjesët cilit ne jemi, sepse është një mision i gjeneratave të tëra. Zemra më dëgjon, zogu, më dëgjon, më ndjek, besoj që po, tani po. Ka dhe momente shkëputjesh, sepse unë i thash zogu se në fakt a i po shifte në telefon që apo i thoshte zoçka. Që është shumë e rëndësishme, por është edhe më rëndësishme që zogjë dhe zoçka t'jenë bashkë në këtë moment për të realizuar diçka që më shumë se sa për të gjithë të tjerët ka rëndësi për gjeneratën tuaj. Sepse është diçka që duhet ta thjesht ta merri me mend. Prindrit tuaj, gjyshrit tuaj, stërgjyshrit tuaj dhe shkoni pastaj sa të doni futuni në histori, po unë po flas për ata që ju i keni në zemër dhe i keni në mendje, po flas për prindrit, po flas për gjyshrit, e kanë pasur të pamundur që ta kenë. A më kupton ti, më kupton për shembull, a? E kanë pasur të pamundur që mos shif andej, më shif mua, unë shoh ty ti shef andej. E kanë pasur të pamundur që ta kenë. Dhe kjo është një gjë shumë serioze. Është një gjë shumë serioze. Shumë fare. Nuk ka më serioze se kjo. Sepse nuk të vjen në jetë çdo ditë, çdo vit, nuk të vjen as në çdo zgjedhje kur ti ke mundësi të votosh, rasti që ti t'jesh pjesë e një historie. Që është historia e vendit tënd. Nuk të vjen. I erdhi gjeneratës së re të vitit 90 dhe sot i ka ardhur gjeneratës tuaj, por nëse gjenerata e vitit 90 pati mundësinë që të bëj një kapërcim të madh nga diktatura në liri, juve keni mundësinë që të bëni një kapërcim tjetër të madh. Nga Shqipëria gjeografikisht në Europë, në Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Dhe janë dy Shqipëri të ndryshme, komplet, totalisht. Për ju, në radhë parë, e dëgjuat kur tha që kur studioja jashtë, isha studenti huaj, paguaja tarifa shumë më të larta se sa ata që ishin atje, student evropian. E pra, momentin që ne hymë Bashkimin Evropian, për ju gjithçka ndryshon, ju nuk jeni më thjesht qytetar të Shqipërisë. Nuk jeni më thjesht europian që keni lindur edhe rriteni në mes të Europës, por që nuk hyni dot në Bashkimin Evropian pa kaluar në për kontrole, dhe kur hyni në Bashkimin Evropian jeni të huaj. Dhe kur doni të qëndroni në Bashkimin Evropian, do të kërkoni azil. E pastaj numëroheni si njerëz që ikin nuk e di nga se. Ndërkohë që të tjerët, bashkëpunëtarët tuaj që janë në Bashkimin Evropian, lëvizin lirisht, shkojnë lirisht ku duan, qëndrojnë lirisht ku të duan, përpiqen të gjejnë punë ku të duan, punojnë aty ku gjejnë punë kudo qoftë dhe jetojnë në një perimetër shumë më të madh se perimetri i vendit të tyre të lindjes, edhe se perimetri i vendit ku ata kanë në shtetësinë. Që do thotë që me votën e 11 majit, Shqipëria mund të ketë fuqi, mund të marrë fuqinë
që të bëhet e madhe sa Bashkimi Evropian. Dhe që për të gjithë qytetarët shqiptar, për të gjithë ju, për të gjithë ne, po për ju në radhë parë, që keni gjithë jetën përpara, të jetë po aq e thjesht, po aq e natyrshme, po aq e zakonshme, po aq e përditshme mundësia për të shkuar nga një cep i Europës në tjetrin, siç është për të shkuar nga një cep i qarkut të Elbasanit në tjetrin, ku askush nuk thot ku po shkon, sa do rish, ke leje, do të shkosh të punosh diku tjetër, do të qëndrosh diku tjetër. Kjo bëhet eksponencialisht më e madhe si mundësi. Por edhe për ata që mund të thonë që s'kam unë asnjë interes të lëvizun dhe të rikëtu në Katun, është shumë e rëndësishme diferenca midis t'jesh një Katun në Europë jashtë Bashkimit Evropian dhe t'jesh një Katun në Europë brenda Bashkimit Evropian. Janë dy gjëra të ndryshme. Dhe bëni një llogari shumë të thjeshtë. Sot ka shumë zhvillim në fshat në aspektin e sipërmarrjeve që krijohen, e prodhimit, e eksportit, por edhe të agroturizmit, të agropërpunimit dhe kështu me radhë. Të gjitha këto janë zhvilluar në këtë dekadë edhe falë mbështetjes që ne kemi marrë nga Bashkimi Evropian. Por në 10 vite mbështetja që ne kemi marrë nga Bashkimi Evropian për fshatin, për bujqësinë, për agroturizmin, për zona si kjo zonë këtu, është shumë më pak se 200 milion euro. Shumë më pak. Nëse ne bëjmë antar Bashkimit Evropian, mbështetja bëhet 300 milion euro në vit. Që është shumë më tepër dhe po të llogarisësh 300 milion euro në vit dhe të llogarisësh 1 miliard euro e më shumë se 1 miliard euro në 4 vjet vetëm për fshatin është e jashtëzakonshme. Është më shumë se sa të gjitha buxhetet e vëna në dispozicion në shumë vite. Kështu që shembuj të tillë mund të sjell plot. Prandaj është shumë e rëndësishme. Prandaj është historike, prandaj është e domosdoshme që votuesit e parë dhe votuesit më të ri të mobilizohen dhe ta kryejnë këtë detyrë që është detyra për të marrë pjesë, detyra për të qenë një aktor, jo vetëm një spektator në procesin demokratik. Dhe populli është aktori kryesor në procesin demokratik në momentin kur I vjen dita për të votuar. Dhe ju nuk mund dhe nuk duhet ta nënvlerësoni rëndësinë që ka pjesëmarrja, sepse duhet ta bëni. Unë një herë shumë vite përpara kam pas një diskutim me dikë që më ka ndryshuar përfundimisht qasjen time ndaj votës. Si shumë vite përpara, pak më I madh se ju, sepse në moshën tuaj nuk e kisha drejtën e votës. Dhe kur I kam thënë dikujt që mëse s'ja vlen me shumë e votu, ndër të tjera më tha diçka që më ka trondit. Tha, po si mund ta thuash ti këtë? Nuk ishe shqiptar. Si mund ta thuash ti këtë? Si mundet ti të jesh indiferent ndaj miliona njerëzve sot në botë që do ta ëndërronin ta kishin mundësinë që të votojnë dhe nuk e kanë? Po si mundesh ti që del nga një sistem ku nuk ka pas demokraci, që ti fyesh ata cilët kanë vdekur pa arritur do të votojnë ndonjëherë dhe që kanë pasur madje dëshirën për të votuar të atill që mund t'i ketë quar në për burgje e mund t'i ketë quar në për pushkatime, që ka pasur dhe nga ata plot në Shqipëri. Qoftë edhe vetëm për ata njerëz, tha,
që sot jetojnë në për rruzullin toksor njerëz si tita dhe nuk e kanë këtë mundësi, për respekt ndaj tyre, ti nuk mundet ta trajtosh të mundësi si gjë që punë e madhe shumë se s'po hap pilaf sot se do ha makarona nesër. Sepse është diçka shumë më tepër se kaq. Dhe pa llogaritur pastaj respektin për njerëzit tu. Por për te i këtyre dhe për te i faktit si thot një fjalë nga shumë fjalët e mençura që janë thënë në këtë botë, që kush nuk merr pjesë në proces i meriton të gjitha ato që i vinë pastaj nëse gjërat nuk shkojnë mirë për të. Për te gjitha këtyre 11 maj është historik, sepse ne duhet mbyllim negociatat me Bashkimin Evropian. Dhe ajo që ju duhet kuptoni dhe të gjithë ata që janë moshën tuaj dhe që janë gjenerate e re, duhet ta kuptojnë është çfarë janë negociata. Duhet shumë thjesht ta kuptojnë për çfarë flasim. Sepse nuk mund ta kuptoni dot duke parë televizor. Është e pamundur. Ju përgjithsisht nuk shihni televizor dhe bëni shumë mirë, me thënë drejtën. Por nuk mund ta kuptoni dot as duke parë portale apo ato socialet, nëse nuk jeni shumë të vëmendshëm që të kërkoni eksaktësisht se ku t'informoheni. Sepse çfarë nuk dëgjoni, çfarë nuk lexoni, çfarë nuk ju del para syve. Negociatat me Bashkimin Evropian janë në aspektin material mbi 250.000 faqe, që duhen kaluar një nga një në tavolinë midis nesh dhe atyre. Ne kemi 1.000 veta nga ana jon, rreth 1.000 veta, ata kanë rreth 1.000 veta nga ana tyre që merren me negociatat. Pse 1.000 veta? Sepse janë shumë grupe që negociojnë për të gjitha llojet e temave që lidhen me çdo gjë që ndodh kur ne dalim nga shtëpia, madje edhe me shtëpinë, me parametrat e sigurisë që ka shtëpia etj. Por me ekonominë, me drejtësinë, me institucionet, me tregun, me konkurrencën, me drejtat e lirit patjetër, me politikën e jashtme, me zogjt, me peshqit, me ujat, të gjitha këto janë pjesë e negociatave dhe për gjitha këto ne duhet të merremi vesh me ta, që do të thot duhet të përmbushim kushtet përmes masash, përmes rregullash, përmes vendimesh, përmes ligjesh, që të përputhim të gjithë jetën tonë nga i pamja e rregullave të shkruar të bashkëtesës me ato të Bashkimit Evropian. Dhe e gjitha kjo është një punë ju e merrni vetë me mend, sepse jeni akoma me libra në përduar edhe me provime në përduar, se çfarë është kjo. Dhe nga ana tjetër, ju duhet dini një gjë shumë thjesht, që integrimi apo antarësimi në Bashkimin Evropian nuk është një çështje se sa do ti që nuk je aty dhe se sa gati je ti që të hysh aty. Kjo është parakushti. Pra patjetër ti duhet të duash që të jesh aty dhe ne e duam historikisht jemi aty dhe ti duhet të jesh gati. Por ama ti mund t'i biesh asaj dere sa të duash, ajo dere nuk hapet. Deri kur ata që janë brenda kanë disponimin që ta hapin. Nuk hapet. Dhe procesi i zgjerimit Bashkimit Evropian, pra i rritjes numrit të anëtarëve, është një proces që vendoset nga ata që janë brenda shtëpisë, jo nga ata që janë jashtë. Ata që janë brenda shtëpisë duhet bien të gjithë dakord, duka aty me shumicë, aty 27 janë sot, se ishin 28 po ikën britanikët dhe shihni sa bukur po i ecën. 27 janë sot aty brenda, të 27 duhet jenë dakord, janë duke po troket dera hapeni. Njëri të çohet thotë jo, se shiko se nuk hapet. Dhe kjo po të shikosh se që ka ndodhë në
5 vjet, është me faza. Hapet dera, futen ca vende, mbyllet. Hapet dera. Dera është hapur e të fundit për Kroacinë. Është futur Kroacia, është mbyll dhe nuk është hap më. Prandaj, kush ju thot, ose nëse dhe juve mendja ju thot, po mirë, më çfarë bëhet kështu, po si su futëm ne do atje. Dhe kush ju tregon pralla që jo po se jo korrupsioni, jo kjo, jo, nuk ju thot vërtetën. Jo ky e jo, nuk ju thot vërtetën. Sepse sot ne jemi në tavolinë, po negociojmë dhe kemi një kalendar 3 vjeçar që ka filluar vjet, pra ka dhe 2 vjet tjera deri në 2027 për të mbyllur negociatat. Tani, patjetër që duke qenë se ju po futi dhe futja dhe i të shtyme tjetër, se e keni të burë këtë që dashuri në njëre shprehni duke shtyr njëri tjetër. Negociatat ndodhin me fazat ndryshme, me kohërat ndryshme, po 3 vjet për një vend që ty në Bashkimin Evropian është rasti i parë që po na ndodh ne. Tani duke qenë se ju jeni pararoj e gjithë kësaj përpjekje, gjithë kësaj fushate dhe flisni, dëgjoni, ju thon po kështu po ashtu, keni parasysh që kur ta dëgjoni, se dëgjoni me siguri që ore ç'është kjo histori, 3 mandate, 12 vjet nuk i dolën Partisë Socialiste, nuk i dolën Edi Ramës që na fusin Bashkimin Evropian, tani po thot më jepni dhe një mandat tjetër. Tani, kjo teori vjen nga ideja e gabuar që kjo është çështje që varet vetëm nga Edi Rama dhe nga Partia Socialiste. Nuk është kështu. Po ta zëm se është kështu. Atëherë pyetja që lind mbas saj është po mirë dakord. Edi Rama dhe Partia Socialiste pas kanë qenë zot 3 mandate, okay. Tani pse Malizi, që ishte shumë më përpara Shqipërisë, që i ka hapur negociatat përpara se sa Partia Socialiste të vinte në qeveri dhe Edi Rama të bëjë kryeministër, nuk është akoma në Bashkimin Evropian. Pyetje. Pse? I kanë hapur në 2012 ata negociatat. Pse Serbia, që ishte shumë më përpara nesh dhe i ka hapur negociatat në 2014, nuk është sot në Bashkimin Evropian. Akoma. Pse? Pse Maqedonia e Veriut që ka ndruar emër për të futur në Europë, imagjino, dhe që është bërë kandidate në 2005, nuk i ka hap akoma negociatat. Ndërkohë që ne i kemi hapur vjet, sepse për 3-4 vjet më parë me radhë na refuzonin, se dilte njëri atje brenda thoshte mos hap derën. Mos hap derën se kishin hallet e tyre. Sepse kështu funksionon Bashkimi Evropian. Hap derën kur është gati, futet kush është aty te pragu, mbyll derën. Dhe unë kam thënë gjithmonë, nuk ka rëndësi sa herë na refuzojnë. Rëndësi ka që në momentin që ata do jenë të gjithë gati të hapin derën, ne jemi te pragu dhe ne tani jemi te pragu dhe ata kanë hapur derën. Tani dera nuk ri hapur gjithmonë. Dera mund mbyllet. Është mbyllur për tjerët. Është mbyllur. Ai kanë ngel aty. Ose madje jo ngelin aty, po shkojnë dhe mbrapsh, siç i ndodhi Maqedonisë. Dera është hapur dhe dera e hapur duhet shfrytzuar si një oportunitet historik. Pse lidhet kjo me 11 majin? Dhe pse këtë e bëjmë vetëm ne? Jo se kam unë dëshirë të them që vetëm ne, po sepse kjo është e vërteta. Nuk ka kohë, edhe sikur të tjerët ishin të zotë sa ne, që nuk janë, që ky është fakt. Ne kemi të medat tona, po më të zotë se ne, ata nuk janë. Dhe kur ata të jenë në gjendje të na afrohen ne me sa dim, kemi mësuar, me sa fuqi kemi, se jemi forca më e madhe politike e shqiptarëve ne,
unë personalisht do jem më i kësaj bote. Kështu që do duhen shumë vite. Ajo që është e rëndësishme është koha. Prandaj, do me thënë, sikur ata t'ishin normalisht një palë tjetër, lëvizja, ndryshimi, riorganizimi e tjerë do merrni 6 muaj apo jo. Nuk del koha. Nuk kapet 2027. Dhe nëse s'kapet 2027, dera mund të mbyllet. Dhe është mirupafshim dhe pastaj kush e di kur i vjen radha të hapet prapë sado gati ti është ti. Kështu që ne duhet të shfrytëzojmë çdo minutë për negociatat. Dhe duhet i mbyllim negociatat me sukses. Ky është misioni, kjo është pjesa e misionit që na kanë rënë në këtë mision që është shumë i vjetër. Shumë i vjetër. Nuk ka pas Bashkim Evropian kur ishte Skënderbeu në Krujë që i vuri barikadën perandorisë. Nuk ka pas Bashkim Evropian, por ama ka pas Europë. Dhe profecia e tij ishte ne i përkasim Europës, tu përkasim Azisë. Dhe kjo u përcoll në 1001 stërmundimet e popullit shqiptar. Dhe çështja që ju si gjenerat e re duhet ta rrokni me zemër, jo me mendje, me zemër, është mundësia për të bërë diçka që shkon përtej ekonomisë, shkon përtej çdo gjë tjetër. Për të marrë statusin e dinjitetit të barabartë me të gjithë të huajt në këtë kontinent. Nuk e kemi pas. Prindrit tuaj që kanë vajt në emigracion mund të tregojnë histori që juve kujtoni se i dini të gjitha, por nuk ja u kanë treguar të gjitha. Se sa kanë vuajtur. Ata që nuk kanë vajt në emigracion mund të tregojnë se sa kanë vuajtur kur ju keni qenë të vegjël. Etj. Gjyshit më keq akoma mund të tregojnë se sa kanë vuajtur, edhe stërgjyshit nuk janë më gjallë që të tregojnë se më keq akoma. Kështu që ajo që juve duhet të kapni është kjo. Është mundësia juaj që të merrni fatin në dorë, edhe duke e futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian, të mos ju shofi njeri dot nga lart poshtë se jeni shqiptar. Po përkundrazi, të shikoni me respekt dhe të pretendoni për tyre vetëm respekt dhe askush mos ju kërcënoj, qoftë me sy që shiko se ti je i huaj këtu, Askush mos ju shohi që shiko po ti fare. Prandaj kur them për atë pasaportën evropiane, ajo nuk është dokument udhëtimi. Se ju e keni pasaportën dhe udhtoni. Po ajo s'është dokument udhëtimi. Ajo pasaportë është status që i qytetarisë evropiane. Që pastaj vjen me të gjitha të tjera. Mos i merrni për të mirëqëna këto që keni. Bota, ju e shikoni, nuk është ajo që ishte para ca vitesh. Është më e ngatruar. Europa, Bashkimi Evropian, për herë të parë në historinë e vet, po merret me armë, me armatim, me ushtri, me s'shmar kurrë me këto gjëra. Ja kishte lënë të gjitha NATO-s dhe ndërkohë vet ishte forca që merret vetëm me paqe. Gjërat janë ngatruar, Shqipëria është shumë e vogël për ndejt jashtë, duhet patjetër të hyjë brenda. Broçkullat dhe provincializmi ekstrem që shfaqet në mënyrën më shëmbullore dhe më të frikshme pikërisht aty ku në ndërkohë duhet luftoheshin, tek ata që dalin nëpër televizor, dalin nëpër mexhelis dhe janë për fat keq në një pjesë të madhe të padenj fare për atë rol që kanë, duhen lënë në fatin e tyre, ju do të merrni fatin tuaj në dorë dhe duhet të bisedoni me shokët, me shoqet, me të gjithë çka keni rrotull, që ky është një moment që nuk duhet lënë të kalojë. Me zemër nuk duhet lënë të kalojë. Kjo ishte biseda që kisha unë për bërë me ju. Të gjitha të tjerat pastaj patjetër janë shumë të rëndësishme,
ekipet sportive në shkolla, palestrat, programet e inovacionit, laboratorët, librat, literatura, universiteti sipas meritës, gjitha. Edhe ndërkombëtarizimi i universiteteve, të gjitha. Po të gjitha këto duhet keni parasysh, nëse janë të mira pozitive, janë kaq, në momentin që ne bëhemi antar Bashkimit Evropian, shkojnë deri aty lart në tavan. Programet e Bashkimit Evropian për fëmijët, programet e Bashkimit Evropian për të rinjt, programet e Bashkimit Evropian për garancinë rinore, për aftësimin e trinjve, për punësimin e trinjve janë të panumërta dhe janë të atilla që ne nuk i imitojmë dot, mund të imitojmë teorikisht, por nuk i imitojmë dot në praktik, sepse na duhet mbështetja financiare e asaj familje. Dhe që ta mbyll me atë familje, është njësoj si që jeni ju në përshpia. Ju jeni më të vegjlit atje, keni prindrit, keni gjyshrit, dhe ata mendojnë për ju akoma. Keni filluar dhe ju, disa nga ju mendojnë kur jeni me pushime, bëni një punë tjetër që të merrni disa të ardhura, etj, por janë ata që vendosin, ata që mendojnë, janë ata që punojnë dhe janë ata që kontribojnë. Ju jeni përfituesit e familjes, nuk jeni akoma kontribuesit. E njëjta gjë është në atë familje. Vendet e vogla, të reja, që hynë atje, edhe mëdhaja, po që janë të dobta, janë përfitues. Gjermania, Franca, Hollanda, Danimarka, që janë të fuqishëm, janë kontribues. Dhe ajo familje ka një ark të vetën. Të gjitha shtetet kanë arkën e tyre, buxhetet e tyre, ajo familje, ajo shtëpi aty ka një ark të vetën, që krijohet nga kontributi të gjitha shteteve. Dhe në atë ark aty, kontribuesit fusin më shumë se sa tërheqin, përfituesit fusin shumë më pak se sa tërheqin. Dhe për këtë arsye, kur Shqipëria hyn aty, bëhet një vend me dy buxhete. Një buxhet nga të ardhurat e brendshme, një buxhet nga kontributi i asaj familje për ne si një nga fëmijët e familjes. Dhe e përkthyer në terma financiar, kjo do të thotë, dhe ju lash, kjo është e fundit, shifra e fundit që ju them, në gjithë të vite, ne kemi marrë nga Bashkimi Evropian të materializuara si mbështetje 1 miliard dhe diçka euro. Me futje në atë shtëpi, 1 miliard dhe diçka euro, ne do t'i marrim çdo vit. Dhe dallimi, ka i dallim, këto 1 miliard dhe diçka që kemi marrë gjithë të vite mbështetje, 90% janë borxh. Një borxh i arsyeshëm, pra kredi e butë, po borxh. Janë borxh, duhet i lajmë. Me futin aty, 90% që i ati 1 miliard dhe ca në vit, është para e falur. Është para e shtëpisë përbashkët. Po të më thoni, na jep edhe një arsye tjetër pse duhet të hyjmë në Bashkimin Evropian, mund t'ju jap arsye derisa të erësohet. Po të më thoni, na jep një arsye që të mos hyjmë në Bashkimin Evropian, sinqerisht nuk di asnjë. Unë për Shqipërinë nuk di asnjë. Futja në Bashkimin Evropian për Shqipërinë është profecia e Skënderbeut, është amanet i rilindasve dhe është detyrim që ne i kemi të gjitha atyre që vinë pas. Juve pa mbushur moshën, ja, është një e vogël aty, ajo s'voton dot. Juve detyrim ja keni asaj dhe të gjitha atyre që s'voton dot, se pa mbush moshën ju ishit përfitues neto edhe të demokracisë, se tani nuk jeni përfitues neto, jeni edhe kontribues, që do të thot vota juaj është për ju, është për prindrit tuaj, për Shqipërinë e familjes, por është edhe për ata të vejlit.
Ju falenderoj shumë. Edhe ti na fal se të ndoqa dhe vazhdo të dëgjove me shumë ose bëre sikur s'dëgjove, se di po tani je i lirë të bësh çat dush. Do zoti të shfut në gjë në kokë nga të gjitha këto, se pash më që mu më shifshe po menin e kishe ke dikush që ke aty afër. Ajo e ktheu kokën se e kuptoi që e di ka ajo që ka objekti i shikimit tat. Ja, mos ma bëj, apo s'është ajo, është shoqja vet aty. Zgjidheni vet këtë.